Reporting House, programi i galerisë Reporting House, i solli sot në studio dy mistemi, si që janë Jeta Gjara. Welcome, mirë se na erdhe. Mirë, mjesi. Mirë, o sa e mirën, më njës. Më rami vishë bërtet. Halo sonata. Halo sonata. Pra ndaj unë ju kom tirën më njës. Gaze jupi, mirë se erdhe, se të kemi pas dizajrë në studio. Po, qyshje? Mirë, ti si je? Atmosfera shumë e mirë. Është. Perfekt. Është. Ekipa është e jashtëzakonshme, po. Qysh jeni ju? Mirë. U knaqëm të dëgju që 20 minuta, u knaqëm të dëgju. Mirë, pak zhurmë, po mirë. Ti kena vjetë do ideja, po, okej. Kanë dështu krejt me kopje, kështu që let's go këvëmje dhe ju. Po ja nisi me gazin jetë e dashur, ta marim vesh pak bashk me gjitha ata që këna ndjekin tash. Çka është Reporting House? Reporting House ka fillu vitin e kalum me jetën, është për 25 vjeçorën. Eksperienca e Reporting House është shumë interesant qysh ka fillu. Okej, me një hapësinë e cila ka qenë, qysh me spjegu jetë, lëmsh. Bukvalisht, e pakapshme me dikush me hi me kry për 2 muaj e gjys. Edhe kur ka qenë intervista Ermalit, parë në fillim për ekspozitën. Suksesi Reporting House është dikun përmi 7.000 vete deri tash që kemi pas vizitor. Edhe kemi pas të arsyeshme edhe do domosdoshme me çu një aneks shtesë të programit të viteve 2000 të artistave. Dhe javën e kalume kemi hap galerinë, thirret Reporting House Gallery, që ka një program deri në 3 vjet me artistat e Kosovës, mirë po do të ketë edhe artista ndërkombëtar. Ekspozita është hap me Dritan Hajredini, që është një artist e gjeneratës 2000 që ka pas një sukses shumë madh, ku edhe punimi i tij është në koleksionin e René Blokut. René Blok është një kurator gjerman, i cili ka filluar me anën e artit konceptual. Storia e punimit Dritonit është shumë interesant. Kur ka ardhur René Blok në Prishtinë, në Kosovë, në këtë rast, me zgjedhje një grup të artistave të ri dhe me pas një ekspozitë në Gjermani. Edhe Dritoni është i trajnuar piktor, po i artist konceptual, ka qenë shumë kundër. E kundër të Dritonit është në Blok, i cili është kurator me art konceptual. Ai ka bo protesta kundër mediumet tradicionale pikturës, skulpturës. Edhe Dritoni thotë unë do na më kon çet ekspozit, po do na bëj diçka që me kon pjesë ekspozitës. Edhe bën instalacion në Akademi të Arteve në atë kohë, ku thirret kush ma vrau pikturën. Who killed the painting. Okej. Edhe në bloku e blen punimin, edhe Dritoni bëhet pjesë e ekspozitës, që njohësit e ma më rëndësi që ka ndodhur me gjeneratët pas 2000. Okej, interesant. Tash, kjo galeri është diku në Prishtinë? Galeria është mrana në Reporting House. Është hapësira në cilën kemi pas Zhana Kadyrova, që ka qenë artiste nuk ka vdek, artiste nga Ukraina. Edhe kemi pas një kontrakt vetëm deri në 3 muaj me majt punimet, për shkak se punimi ka udhëtuar nëpër Evropë dhe me jashtë Evropës, dhe mandej kemi vendosur me jetën me bën një program në galeri mrana, ku vetëm shton një vlerë ekstra të muzeut. Jetë. Çush je mo jetë, a je mirë? Mëse vërtet. Mirë sa vjet, a je lodh, po vjen more që nuk të kom pru dhurat, edhe ma më fund, veç po du me të kallëzu që masi s'kemi pru kur gjo, e këtu këtë atmosfera me lule, e me dashni, krejt porosi që kem për ty dhe i stash, na menojshin që nëse veç të thojmë që po dojmë, është diçka adhen speciali po këto që 20 minuta secili çdo i dyti të thonë po du na kishti me menu shumë çka me të pru. Kena menu bolla, kemi menu bolla. Po, veç me potencu që tha Gozi, po une po du me ta dhuru ty edhe familjes tënde, me fëmijë, nesër, nëse ki kohë e kemi një udhërëfim në muzeun Reporting House, që është muzej historisë Kosovës, faktikisht, historisë e 90-tave, që kjo që e spjegoj Gozi, është historia e 90-tave e Kosovës, ku i kemi digitalizu 30 orë materiale që janë gjirun qatë kohë, e nesër e kemi të kurum... A jenë me za, a jenë veç kështu panje? Me za, edhe panje, do me thonë ullërsin që tu në studio tone me ndëgjojse, me 20 ekrane të ndryshme, në periuda të ndryshme kohore, mujnë mu ullë njerëzit edhe me ndigju qatë histori. E tash, gjirimet janë të 90-tave, edhe është e bo me në katin e partë të ish ndërtesës së gërmis, shpis mallave gërmis,
që kjo ndërtesë është te statuja e Skënderbeut, në qendër të Prishtinës. Okay. E mu po vjen more që sta kena ofru një udhërëfim dhe i tash. E dita dole cilën une gozi e dojmë shumë, bile po du me ta kallzu një sekret, kur e kena bo hapjen e qëti muzeut Reporting House. I kaloj gozi një 3 muaj ditë si kurator në Pluhën, sepse u duke me pastru 25 vjet që në atë ndërtes kish pas zyre të ndryshme. Në ndërtes ka qenë mas pari unë miku, mas ne Ministria Punëve të Brendshme, mas ne OTK-ja edhe ka pas zyre shumë edhe hallakam për me pastru me bo muze. Edhe 3 muaj ditë njeri ka qenë kogjan Pluhën. Edhe në fund, në hapje, e veshi e dit u duk si dhondër. E kishim e pam, domethënë 3 muaj ditë e kena pa kogjan Pluhën, e kështu njëri pedant, edhe veshin i këmirë të bardh. Edhe qëllë e dit që i ka thonë motra vet gozi që a dit. Po dukër si e dit a doli. Adi qaq ka qenë për një herë me këmish të bardh i pastër, o bo mod që nëse vesh këmish në bardh dhe e kit hekuros, ne? S'po thojnë mos i dhondër. Ta ka kush është motra, që ta në mush me bombardu mas sotit për këtë jetën sa e gjallë. Kështu që ti të kena përmend, do shta me di që lidhësh ti. Prita qaj pas ka thonë. Që lidhësh ti me historin. Jena veshe, jena ndresë, dhe më fund s'na ka thonë e keni bo mirë, po Prit veç pak, a u do ke gazi si gru, a unë e do këna krysër si burë, vishte? A i paq, okej. E po mirë. Elegant. Elegant. Edhe që kjo na pëlqen duhem me ta shpreh dashnin. Për ty që kjo na pëlqen neve për ty që ti e dit, edhe pse i ki të vesh nësot e kini një setër të burrave, edhe prap je super elegante, femën edhe atraktive. Shumë faleminderit. Më pëlqen që sa vjet ki vendos mos mu të lakov, një, edhe mos me qit 3 kila shërk si Gibson fytyr e jepi trollave që dukesh atraktive për kundër këtë saj. Kjo është mas pasmu ma bete. Kjo keme të kallzu që na po më duket s'dojmë as si motër, as si qushke si shoqe. E si? Ti the që s'ki kur gjo në dispozicion ma heret, apo tha, e une po të thëmë që e ki edhe një opcion që është na ty të dojmë. Si non e murë programin. Hajde po. Ja, e di që menja e pist, po të shkon që na dojmë si dashnore. Jo, thash e murë programin, e murë programin, së kena me folë. Okej, jam si? Non rezerv. A ban? Ajo nona rezerv që trenë në bankën rezerv të futbolit. Që kur të vynë barnat, ka me qelë një farfijoke, ka me nëzirë në 5 lira, edhe ka me të pështu prej na i smunje që e ki. Qashtu e ki një farë roli. Kështu që faleminderit, kena orë të me folë për projektin to, po s'po mujmë pa ta dha një kompliment për punën që e bën tu inimu me barna njerëzve, në një. Unë nuk të kom thirë për, se po më qëtë shumë siklet. E di, po jam hera parte te që sa vjet une menoj me t'i thonë qëto fjallë dhe s'kom ri me t'i thonë qëto fjallë. Kështu që faleminderit për qatë punë që e bën, një. Dë, duhesh me kuptu që edhe një punë të mirë që jetu e bo që lidhet me çka bojnë gazetarë sot që roli edhe i jonë, lidhet me çka jetu bo ti me ditët e nëntorit. Ti me, do me thonë, ke vendos një iniciativë që me shënu kulturën shqiptare në 4-5 ditët e nëntorit jeni të e bo që atë punë. Në gjashëm që 2 vjetë kemi nis edhe na qëtë iniciativë me e kallzu historinë e Kosovës jo mo me folklor, edhe me qiftelia, po me kallzu në forma moderne. Edhe kjo është arrit me gazin si kurator që kam ri, do me thonë, me bo në formën moderne me e kallzu historinë e Kosovës, me mënyrën që shi ka pozicionu fotografit, 400 fotografi i kemi mlel të historisë në 90-ave, edhe pse po të ftoj nesër, orse kemi me bo një udhërëfim, në ora 11:30, udhërëfim të kurum special për fëmi. Ti ki 2 fëmi, nëse ki ko, 11:30, e boj unë udhërëfimin, bazume në kurimin që ja ka bo gazi fotografive. Qysh ja ka bo gazi fotografive kurimin special për fëmi, është që nëse je 1 metër, ishe vetëm fotografit që janë të pranushme, po fotografit qysh kanë jetu fëmit në 80-at dhe 90-at. Nëse je 1 metër e 20, që je 7-8-9 vjetë, se nesër e kemi prej 7 dhe në 14 vjeqartë fëmit
ja u bojmë një udhërëfim në muze. Edhe në sa ma i vjetër që jetë, qaq ma për shtatuna, do më thoni, ki për tinejgjera, nëse jeni metre gjysë i gjatë, e ki tinejgjerat në kohë të në dhejtave dhe të luftës që shi kanë kalu. Do më thoni, ja ka për shtatë që kjo është risia e mënyrës që shprezentohet historia, që kuratori, si Gazi, ka menu që duhet mja për shtatë moshës caktume kallëzimin e historisë pa ju bo bajat. Sepse është një gjenerat e cila nuk duron tekst, nuk duron fort ligjerata, nuk duron qiftelia. Ju kena bo bajat të ja spjegu luftën e historinë që ato, po tonë që ashto. Edhe është një gjenerat që ka linë mas luftës edhe sot të e mësu, në shkolla, nuk është të e mësu që ka ndodhë. Kështu që kjo është qëllimi i muzeut, po gjirimet jënë të 90-tave, e qka është të bo, Gazmendi tash me galerinë është që ka thonë, deri në 99, e kemi krejt këto gjirimet edhe fotot që jënë dokumentare, jënë deri vitin 99. A galeria e artit ka më marë vetëm me prej 2000 tutje. Pas luftës që kanë bo artista, që kanë po problemet e Kosovës. Si Driton Hajredini, që është këtë punime ka bo 2001-2002, qka kanë bo artistat e Kosovës dhe qka jënë të bo prej 2000 e tutjes. Do me thonë, arti po mirët me pas luftën, pjesa e gazetaris po mirët me 90-at, krejt kjo shihet në muzeon, që kemi në katin e partë gërmis, në cilën po të ftojmë edhe ty se nuk të kemi pas. Me knaci. Jo, s'kom qenë, fatkeqësisht s'kom qenë. Besoj unë edhe gjithë do duhej me u bashku nesër, me artë. Por, veç se shumë i prejke shumë tema, unë do doja fillimisht me tregu që unë e vlerësoj, se shumë njerëz flasim, por janë të veçantë ata kur japin komplimente sidomos profesionit tim, që unë jam e re krahasu me kur ke nis dhe sa korrekte ke qenë gjithë këto vjet në gjithë çka ke bo deri sot. Vështirë me mbajt, por e ke mbajt dhe ke qenë shembull i gjeneratave, edhe treja, edhe tonat atëherë jetë. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë se cilën fjalë që e tha. Pavarësisht që për ata që na ndjekin jemi pa shumë shpesh eventeve, por si je dhe jo s'kemi nejt asnjëherë. Kena nevojë menoj njerëz që ja keni thënë njëri tjetrit që to çka po na kallzoni neve, por nuk kena pas rast me kalu gjysore bashkë. Faleminderit që na ftove. Shumë kënaqësi për punë si këto me ju ftu në studio. Gaz, a ka aty një pagesë me bo, a diçka, po veç njerëz duhet me ardhë dhe me i kalu? Muzeu është hapën 5 martës deri shtunës, nga ora 10 deri në ora 6. Prej të martës deri të shtunën, okay? 10 mëngjesit deri në ora 6 mramje. Super. Çka është me rëndësi shumë e ditë, sidomos të prindit. Duhet me vizitu muzeun. Duhet me kallëzu narrativën e historisë tonë. Është më rëndësi me kon pjesë çdo cilit program, duke filluar pe shkollës fillore, mesme, atë në fakultete, na kemi shumë vizita, kemi shumë workshope punëtori që mojnë. Është tejet më rëndësi që çaj narrativ mu transmetu në mënyrë edukative në mënyrë shumë moderne. Se ekspozita në tërësi ka shumë materiale që nuk mundesh me vizitu vetëm me shku një herë. Duhet minimum 3-4 ditë. Që 70 minimum 30 minuta 30 orë materiale. Ko është në hapësinë tjetër që na kanë jap materiale BBC-a, që është hapësinë e veçantë, ku janë disa materiale të cilat duhet më pa. Sa ka pas interesim deri sot? Po më intereson kështu mendësia audiencës. Sa janë tërheq prej kësaj ideje me ar, sa interesim ka? Po çaj është bukuria e këtij muzeut. Se është trajtuar në mënyrë moderne. Nuk ka materiale që janë përdorur deri më tash. Është shumë moderne, ka materiale të filtrume, ka punë të artista, si Andri Sala, Adrian Paci, Olaf Relacion. Që kje ka zbut që ati idenë që në muzeet që është shumë moderne, se që është shprit më konë për para. Interesant. Për shembull, 3 gjana për cilat mujnë me pyet prind për çka më pru, çka kanë me pa fëmijët, çush me I bindu në fëmijët me orë nesër. Xhirimet e shkollave shtëpia janë aty edhe prind mujnë mi thonë, ullu qëtu, hajde me këshyr, shumë që kjo kur po pyet për çka kanë kallzu interesim. O shumë interesant që kena ekrane me ndoshta me lufte, me përjetimet e 90-tave, po prind janë të ardhur dhe janë të I ul një fëmijët e tyre kryesisht me një ekran ku e kemi jo rezistencën armatose, po të paqësore. Edhe kanë ullu qëtu, edhe janë xhirimet e shkollave shtëpia. Edhe pikojnë që kjo është s'po du me ti me pa që shkom shku në shkollë.
E po shihet që prindi nuk ka që po vjen me qef se s'po dën me i kujtu senet e 90. Kena një gjenerat si temen që miqtë e min nuk janë të ardhë me shumë dëshirë me rikujtu qatë kohë se për shumicën është kohë e traumës, po dojnë fëmijët e tyre nuk i po menojnë që nuk i besojnë që kanë shku shkolla shtëpia, pa i pa xhirimet çush kanë qenë shkolla shtëpia. Çush kanë qenë, por ja shohin hajrin edhe për sot për kushtet sot që kanë. Kjo godet në shumë anë. E dyta çka mujnë me pa e ditë është fletorja e fëmijëve që kanë vizatu të jasharve. Do me thonë, në shpina Adem Jasharit, mas luftës, ka shku një përkthyse që ka punu atë kohë, si one ka punu me gazetar të huj, Dënika Shahini e ka rujt fletoren që e ka gjetë shtëpitë jasharve 25 vjetë. Kërku nuk e ka ekspozu, e ka marra ditë kur ka shku me gazetar të huj, edhe e kemi fletoren cilët fëmijët e jasharve kanë vizatu, edhe çka kanë vizatu? Muj me pa në mes artefakti ma interesant në krejt ekspozitën, është që ajo fletorje që gjindet në mes të muzeut edhe veç me pa çka kanë menu në atë kohë, i kanë shujt e emnat e shumë për tënëve të cilë jonë vra, po edhe emnin e besartës. Edhe ke vizatimet shumë të anatë fletore, po i ftoj fëmijët me po. Edhe fëmijët e to, se i ki qatë mosh. Une sot po të ftoj me qenë pjesë e programit Radar një ditë vetëm për profilin e jetagjarës, prej kur ka nis, dhe duhet më thuash sot po. Ua. Po, se kur të kom thonë jo. Pra po, do të punoj për profilin e jetagjarës. Nëse ti vjen, që po ta bëj kusht në Reporting House. Une do të vi pa tjetër në Reporting House. Hajde, qa ke du? Gaz, miru pafshim, Gaz. Ke shumë knatësi. Për një me ke shumë knatësi. E lumëtun që ju njo, edhe ju pata në studio. Vazhdo me vesh këmishat borda, se për ndryshe. Unë e kum lonë. Motra nuk na thot po dukesh si dita doli. Të fala i bani motrës shumë faleminderit. Ta qaj një foto që shdo për që të pashë në rrugë. Edhe përveç kësaj, faleminderit s'muj pa hinë këtë shtëpi edhe me të kallëzu që kompania që na ka nimu me i printu krejt fletore që nesër ja japin fëmijëve me vizatu, është Dugagjini. Na i ka shtyp kimikat me Reporting House, edhe mas shumë të që i dojë me na u kanë hargju majicat me print Reporting House. Do me thonë prej 5-6 kompanive që kanë qenë kruciale me në animu me kriju muzeon, ka qenë Dugagjini. Edhe që ka po Dugagjini prej viteve 90-ta. Beson që skomrimi ju falenderu, sa keni bo. Faleminderit, si përfasues e kompanisë. Faleminderit shumë, faleminderit Gaz, faleminderit jetë. U gëzova që ju pata, njës 11:30 shihemi atje. Shihemi atje, edhe me krejt juve që për andigjoni, qëfar bingo keni me hos edhe ditën edhe jetën me një ven, a kena me menagju. Besoj që po. Shumë faleminderit.